se kemi dy raste. Kemi rastin e qytetarëve të cilët janë të mësuar, i kanë 15 vite pune, por duke qenë se nuk kanë dhënë kontribute për sigurimin shoqëror, nuk plotësojnë kohën e 15 vite kontributive. Atëherë, në këtë rast, këta qytetarë nuk e përfitojnë një pension, edhe pse ata në këtë rast e kanë mbushur moshën e pensionit. Por nga ana tjetër, kemi edhe qytetarë të cilët nuk kanë qenë marrëdhënie pune, por kanë dhënë kontribute vullnetare në skemën e pensioneve dhe kur ata kanë plotësuar 15 vite kontributive derdhje në sigurimet shoqërore, automatikisht ata janë përfituesit e një pensioni të pjesshëm. Pra në këtë rast është shumë themeltare që një qytetar krahas plotësimit të kriterit të parë, që është mosha e daljes në pension, të plotësojë edhe kriterin e dytë për përfitimin e një pensioni të pjesshëm, edhe pagesën ose derdhjen e kontributeve për sigurime shoqërore për 15 vite kontributive. Por çfarë do të plotësojë një qytetar për të fituar një pension maksimal?